A kalojmë atë një hadith që e ka përmend Luigi kur ka qenë këtu në emision për gurin e zi, ku është hadithi i Ibn Abbasit, kushërinit të pejgamberit Muhammed, thotë guri i zi do të vijë në ditën e Kiametit me dy sy, me të cilët sheh dhe një gjuhë me të cilët flet. Dhe do të dëshmoj për ata që e kanë prekur me sinqeritet në çobe. Thotë hadithi tek Hajar el Aswad. Ndërsa tek surja El Enam, ajeti 59 thotë tek ai janë qelsat e fshetsisë. Ato nuk i di askush përveç tij. Ai e di çka ka në deti, çka ka në tokë, dhe asnjë gjetje e pembës nuk bie në tokë pa e ditur ai. Tash ky hadith pak a shumë nuk po përputhet me ajetin, hoç. Pse? Po për shembull Zoti po thotë e di gjithçka çka bie në tokë, çka ka në det edhe në tokë. Edhe nuk bie asgjë pa dijenin e tij asnjë fije gjetje. Tash Zoti më pyet gurin e zi çka komenton dyshysh dëgjoj. Çështoj e kuptojnë këta ateistat? Shife, mos ta ngatërrojmë. Duhet me i dallu gjonat. Gjonat e kësaj botës me botën tjetër. Bota tjetër. Është një transformim krejtësisht tjetër. E vërtet pa flet guri zi hoç? Dëgjoj tash. Mendja jon, logjika jon e kësaj botës, guri nuk flet. Pema nuk flet. Por që Zoti na ka treguar neve në Kur'an, që në kohën e Sulejmanit a.s. ai është marrë vesh me bubrrecat. Milingona, po e kemi një ajet thotë ka fol milingona. Ai është marrë vesh edhe me shpendet. Surja Nam. Ai është marrë vesh edhe me xhinët, edhe me xhinët. Ajeti 18 thotë milingona. Ka shumë, di për shembull që na ka dhënë disa shenja. Shife, ne i shohim disa gjëra ëndër. Ato ëndra A pajtohesh ti me këtë hadith hoç? Po pajtohem. Me Ibn Abbasin? Po pajtohem. Pse ka nevojë mi kallzu një pyetje fal. Pse ka nevojë guri i zi mi kallzu Zotit kur Zoti e di gjithçka çka ndodh? Dgjoj. Nuk ka profesor që nuk e din se sa din studenti. Sakt pajtona. Edhe për t'i treguar atina se çfarë note ke merituar, i thot hin provim. Ai e din. Profesori e din sa din ai. Sakt. Edhe ai kur hyn provim e zeza në të bardh, shkruan çka shkruan, e merr notën. Bravo, dëgjitje e mollë për uzë, kjo shpjegim fantastik. Dhe tash për me u bindën ne në botën tjetër, ne jemi të vëzhguar. Pyeti, për shembull shkencëtarët, jo musliman, a jemi të vëzhguar ne nga jashtë toksorët? 99% që e njohin këtë shkencë, kanë me thonë po jemi të vëzhguar. Dhe ne muslimanët e kemi shumë thjesht. Nuk ka musliman, nuk ka njeri që nuk i ka dy melaçe. Njëna i shkruan veprat e mira, tjetra veprat e këqija. Këto janë na vëzhgojnë, këto dy melaçe na vëzhgojnë neve. Dhe çdo gjë ne jemi të inqizuar. Edhe kur do të dalim ne para gjyqit suprem, vetëm do të lëshohet kamera. Si Big Brother. Tash kushtimisht thojza. Ne tash pak ma lehtë kemi me shpjeguar. Po kur s'ka pas kamera, ata nuk kanë ditë se ç'është me shpjegu kamerën. Por thotë din jemi të vëzhguar dhe çdo gjë do ta shohim dhe kjo është një argument për neve që s'kam nevojë, shife. Gjyqi ka me dhonën, gjyqi suprem do ta jep vendimin në bazë atij që ai pajton 100% se po e shef se çka ka bë. Prandaj muslimanët janë pak më veshën, pak më nuk janë pervers, nuk shajnë, se e din që janë të vëzhguar. Çdo gjë e nderuar, po çdo gjë. E tash në këtë rast guri i zi, ai që ka shkuar në Çabe, mendon që e ka fotografuar, e ka incizuar, edhe ai guri i zi për shembull ka më thonë o Zot, për hatër që ky ka qenë këtu ne, një farë lloj jo ndërmjetësimi, lehtësimi, një farë lloj që nëse ne jemi njerëz gaboj, edhe nëse kemi gabuar, edhe kjo është një dëshmi plus që ka qenë këtu edhe unë dëshmoj që ka qenë këtu, ja ku është videoja.